Në radhë parë unë do filloj që nga gjykata apelit të Shkodrës, ku gjyqtare kryesuse ka qenë Vojsava Kola Asmani, që e kam shumë përzemërt, ta dëgjoj herë të bajnë replik me mua dhe të tregoj të vërtetën se si ajo e ka lënë këtë vendim gjyqësor në kundërshtim me gjitha ligjet e shtetit shqiptar. Falsifikimi i saj ka qenë bashkë me antarët të cilët janë Alex Nikoli, ka qenë antar, dhe Lindita Hoxha ka qenë edhe ajo antare, ku me sa di unë, njënin nga këta antarët të trupit gjykues nuk ka pranuar të firmos vendimin e gjykatës të apelit Shkodër. Të tjerët janë, unë nuk e kuptoj se si mund të jenë ba pronar një Naim Ahmetaj. Unë kam pretendu se Naim Ahmetaj është një person që ka lidhje farafisnore me ministrin Zelenski, kryeministrin që sot nuk ndodhet në Shqipëri, por jo, ndodhet kundërta. Ai është nga Puka, i cili është edhe biznesmen në Puk, ka merret me antena televizive me këto. Unë kam bë atë hetimin tim privat, ku të gjithë këta persona që unë i përmes e di se ku punojnë dhe e di se çfarë rolit kanë në këtë falsifikim që është bërë. E dyti, po themë Naimi ka 35.000 metra katror. Dalin Naimi këto dhe thonë, ose bashkimula së është e vërtet. Unë këto jam dhe çdo koment dhe çdo ballafaqim unë e pranoj me cilin do qoftë ai që më kundërshton, por me prova, jo me fjalë. Atëherë, i dyti është Gjavahir Mustafa. Ky Gjavahir Mustafa është nën hije, por ka 120.000 metra katror po në Blueberg. Po në Blueberg. Pra, në firmen ose në resortin Blueberg ka 120.000 metra katror tokë. Pra, përse s'paku nuk po i heton këta persona se ku i moren dhe ç'lidhje kanë këta, kjo nuk ka lidhje se është skuadër apo s'është skuadër. Kjo ka lidhje se është një grup i strukturuar kriminal sipas kodit penal 270 kodit penal. Kjo është e qartë. Kemi bërë edhe kallëzimin para 3 ditësh, kemi bërë kallëzimin këtu në SPAK dhe presim edhe përgjigjen nga SPAK-u. S'është e vërtet. Preka nuk ka pëken. Atëherë të tregoj se kush ka qenë. Kanë qenë përfaqësues të fshatit Baksarjoll. Unë të tregoj vërtetën dhe vetëm vërtetën. Unë nuk kam qenë, sepse më ka ftuar dhe mu, por unë i kam thënë, nëse ti don që të vish dhe të merresh vesh, hajde atje ku është objekti. Nuk mund të vi unë Tiranë se ku do ti. Atje ku është objekti, ulemi, diskutojmë të vendngjarja. Ai nuk ka pranu kështu. Ai ka pranu që t'i thirrë të gjithë personat një dhe nga një. Unë nuk kam pranu dhe nuk pranoj asnjë lloj marrëveshje me atë person i cili tenton dhe prodhon forcë. Forcën e prodhon nëpërmjet shtetit policor i cili i paguan të gjithë këta njerëz që të vinë mi 200 polic në rrugë. Ne kërkojmë që të bllokohet punimet deri në momentin që të zbardhet e vërteta. Cila është e vërteta? Ne nuk po kërkojmë asgjë më zotni. Ne po kërkojmë vetëm vërtetën dhe të vërtetën. Nëse ai ka dokumentat e vërtet, le ta vazhdoj, le ta gëzoj. Nëse toka del që është e jona, le ta gëzojmë ne trashëgimtarët e asaj toke. Unë nuk kam asnjë shpresë nga prokuroria rreth e gjyqësor Shkodër, se kemi një vit që ne po protestojmë, kemi një vit që kemi bërë edhe kallëzimin në prokurorinë e SPAK-ut dhe SPAK-u për mos kompetencë ja dërgoi prokurorisë Shkodrës dhe po presim tash një vit dhe nuk kemi marrë as edhe një lloj përgjigjet. Duke parë situatën se çdo ditë më shumë situata po shkon drejt gjakderdhjes, po ta them me plot gojë gjak dhe kjo prokuroria rreth e gjyqësor Shkodër nuk ka marrë asnjë masë dhe nuk ka marrë asnjë veprim për sa i përket asaj që ne kemi bërë kallëzimin tonë.